Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se të hënën opozita do të protestojë para godinës së qeverisë për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një komunikim me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha sqaroi se Edi Rama është përgjegjësi kryesor për tunelin e Llogaras, por edhe për dosje të tjera që sot janë hetim nga SPAK-u. Ndaj protestat do të zhvillohen çdo javë para selisë së qeverisë. Nuk është një protestë e veçantë kundër Lubi Ballukut, që të garantoj nuk ka hajdutë më të mëdha në tërë historinë, më të madhe në tërë historinë e kombit shqiptar përveç Edi Ramës. Prandaj protesta do bëhet para kryeministrisë dhe vetëm para kryeministrisë. Aty kanë zyrat të dy ata, kryeministri dhe zëvendës kryeministri. Berisha sqaroi se dubimi së hënës do të ketë formën e një parlamenti ku do të flasin deputetët e Partisë Demokratike dhe qytetarët. Ndërkohë që protestat e tjera do të nisin së shpejti, pasi sipas tij vetmja rrugë e përballjes me mazhorancën socialiste janë protestat. Të ngrihemi në protesta dhe vetëm protesta. Përndryshe, farse ardhshme elektorale nuk do të jetë me 52% Edi Rama, por do jetë me 62 ose 68%. Lideri i opozitës Sali Berisha shfrytëzoi komunikimin në rrjetet sociale për të replikuar në distancë me kryeministrin Edi Rama, në lidhje me qëndrimin e tij se instalimi i kamerave inteligjente do ndihmonte në zbardhjen e atentatit në Rinës. Ky deklaroi se na mungonin kamerat, po cilat kamera mungonin më? Po shqiptarët për atyre kamerave që janë aty panë çdo gjë, panë gjithçka me detaj. Përveç se ti që nuk i shef, se ti do mashtrosh. Ndërkaq kryetari i PD-s Berisha lajmëroi se ligjin e sapo miratuar për barazinë gjinore do ta çojë në gjykatën kushtetuese dhe do të mbledh firmat e nevojshme për ta çuar në referendum.